Kancelaria Merkel me këtë lajm I gëzoi të gjithë shqiptarët. Danke, Angela. Për të gjithë shqiptarët të cilët kërkojnë një jetë më të mirë dhe janë në kërkim të një pune, vjen një lajm që I gëzon të gjithë. Kancelaria Gjermane me këtë lajm I gëzoi të gjithë shqiptarët. Qytetarët e Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë, Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës nga 7 qershori do të munden të punojnë legalisht në Gjermani vetëm me dokumente të shteteve të tyre, respektivisht pa pasur pasaportë të BE-s. Ky është një informacion dhe është shpallur zyrtarisht nga Merkel, ku thotë se qytetarët do të mund të punojnë në vendin më të zhvilluar të BE-s dhe ky është një lajm shumë I mirë për të gjithë.